Situata e fundit në Big Brother VIP Albania 5 mes Malit dhe babait të tij ka qenë një nga momentet më emocionuese dhe më të diskutuara, duke prekur zemrat e gjithë publikut. Takimi i tyre nuk ishte thjesht një moment televiziv, por një reflektim i thjeshtësisë, edukatës dhe pjekurisë që Mali ka treguar që nga dita e parë. Përballë figurës autorore, Mali tregoi se vlerat e familjes janë shtylla e tij kryesore. Mënyra se si ai e përballoi takimin me respekt të thellë, maturi dhe një dashuri që ndiej përtej ekranit vërtetoi se ai mbetet një model i vërtet brenda shtëpisë. Në një ambient ku shpesh mbizotërojnë debatet dhe tensionet, ai tregoi se forca më e madhe e një njeriu qëndronte për ulësia dhe minjorja ndaj prindrit. Edhe pse Mali ka shprehur që nuk dëshiron në asnjë mënyrë që të flitet për debatin apo për marrëdhënien e tij që ka me babain, ai përsëri, edhe pse kjo ju bë si një surprizë, ka vendosur që ta respektojë atë, e megjithse ai nuk u takua me babain e tij, ka thënë që ndoshta do të takohet jashtë, por kur mos të ketë asnjë kamer, pasi nuk dëshiron që ta përdorë këtë gjë për vëmendje dhe për të luajtur një rol në shtëpi. Babai i tij ka pranuar këtë gjë dhe është larguar, dhe ditën e sotme, nëna e tij, pra nëna e Malit, ka reaguar dhe ka postuar në Instagramin e tij, duke thënë: "Ne nuk I ka kursyer fjalët e ndjera për të djalin. Ajo shpreh sot se ndihet jashtëzakonisht krenare me Malin, jo vetëm për lojën, por mbi të gjitha për mënyrën se si ai veproi dhe integritetin që tregoi në raport me të atin." Për të, Mali ka treguar se edukata e marrë në shtëpi është pasuria e tij më e madhe, duke fituar kështu jo vetëm duart trokitit e publikut, por edhe bekimin më të rëndësishëm, atë të nënës së tij. Pse ky moment bëri diferencën? Pikërisht sepse Mali nuk luajti një rol, por la emocione të rritnin natyrshëm. Ai tregoi se suksesi nuk vlen asgjë pa respektin ndaj rrënjëve të tua, dhe është në presionin e kamerave, dhe gjithashtu ruajti qetësinë dhe dinjitetin. Po juve, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.